Mbyllet votimi. 10 vota pro, 16 abstenime, 57 vota kundër. Projektvendimi nuk miratohet. Hedhim në votim kandidaturën e Fation Hoxhallit. Hapet votimi. Mbyllet votimi. 74 vota pro, 6 abstenime, 7 vota kundër. Projektvendimi miratohet. Fation Hoxhalli zgjidhet kryetar i Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar. Vijojmë me çështjet jashtë redit ditës.